Komisioni i ligave dhe garave ka përcaktuar zyrtarisht kalendarin për 5 javët e fundit të kampionatit në kategorinë e parë, duke i dhënë formë fazës së më të rëndësishme dhe më delikate të sezonit, aty ku çdo pikë mund të peshojë shumë në renditjen finale. Sipas kalendarit të miratuar, java e 29 do të zhvillohet e ndarë në 2 ditë. Për Kuksin, ky kalendar sjell një skenar interesant dhe njëkohësisht sfidues, pasi skuadra verlindore do të zhvillojë 5 ndeshje, ku 3 prej tyre do t'i luajë në shtëpi në stadiumin Kukës Arena. Në një moment ku kampionati hyn në fazën e tij më të nxehtë, fakti që Kuksi do të ketë 3 përballje përpara tifozëve të vet mund të konsiderohet një avantazh i rëndësishëm në garën për objektivat sezonal. Në 5 javët e fundit, Kuksi do të ketë mundësi të luajë në fushën e tij ndaj Apollonis, Korabit dhe Besës, 3 përballje që mund të rezultojnë vendimtare për fatin e skuadrës në klasifikim. Nga ana tjetër, Kuksi do të ketë edhe 2 transferta të vështira, fillimisht ndaj Pogradecit në stadiumin Gjorgji Kyçyku e më pas përballje ndaj Laçit në stadiumin Laçi, duele që kërkojnë përqendrim maksimal dhe menaxhim të kujdesshëm të forcave. Sfida e parë e kësaj serie finale vjen në shtëpi dhe përballë Apollonis. Në këtë pikë të kampionatit, çdo duel mund të kthehet në një finale të vogël. Ndoshta një nga transfertat më delikate të kësaj faze, Laçi mbetet një kundërshtar që kërkon gjithmonë vëmendje maksimale, sidomos në fushën e vet. Për Kuksin, kjo mund të jetë një ndeshje kur pesha e eksperiencës dhe menaxhimit taktik do të jetë vendimtare. Mbyllja e kampionatit vjen në shtëpi dhe për Kuksin, përfundimi i sezonit në Kukës Arena është një mundësi për ta mbyllur përpara publikut të vet një rrugtim me peshë. Me kalendarin tashmë të përcaktuar, gjithçka është gati për fazën përmbyllëse të kampionatit. Për Kuksin, 5 javët e fundit do të jenë një provë force, karakteri dhe ambicie. 3 ndeshje në shtëpi, 2 transferta dhe 5 finale të vërteta, ku çdo pikë mund të bëjë diferencën mes suksesit dhe zhgënjimit.